Studentët e programit studimor të arkitekturës të Fakultetit të Shkencave të Zbatuara të Universitetit Shtetëror të Tetovës organizuan ekspozit në të cilën u prezantuan punime modele gjeometrike nga lënda e kompozimit arkitektonik. Ka një domen të caktuar të interesit të përgjithshëm në kontekst të ardhmërisë së studentëve, që të nxitën studentë tjerë të formojnë modelet e tyre, sepse vizionet në kontekstet të përgjithshme mund të përkrahen dhe pastaj të formojnë edhe modalitete tjera të cilat mund të absorbohen nga kompani, nga firma të ndryshme e tjere. Profesorët thonë se njohuritë e studentëve janë përfshirë në këtë ekspozit me punimet dhe modulet gjeometrike. Ky prezantim ishte nga punimet e studentëve që kanë punuar për një semestër në lëndën e kompozicionit. Ky është mundi i 28 studentëve që i kemi në një kurs dhe të gjithë së bashku, duke mos bequar asnjë student. Në fund të kësaj makete që keni parë, është maket e përbashkët e 28 personave. 28 studentët e arkitekturës kanë prezantuar njohuritë e tyre brenda një semestri. Punën që kemi bërë, kemi marrë për bazë dy forma të rregullta gjeometrike, ku i kemi rënditur dhe më pas kemi arritur deri tek një formë shumë perfekte. Ajo formë nga ne arkitektët ndoshta mund të kuptohet dhe mund të imagjinohet, por shpresoj që edhe ju ta kuptoni. Përveç asaj, ne në fund vendosëm që ta bëjmë edhe një maketë e cila do prezantojë një qytet të tërë. Gjatë fundvitit, kur bëhet rekapitulimi i aktiviteteve të realizuara brenda një viti akademik, studentët e programit studimor të arkitekturës duket se me sukses po përmbyllin këtë semestër.